إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما واتقا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala me dashuri, madhërim dhe përulje për mirësitë e tija të shumta, dhe prej mirësive të tij është kur ai jep sukses dhe i mundson robit të tij që të prezantojë në tubim, prej tubimeve të dijes, prej tubimeve të dhikrit, prej tubimeve të recitimit të Kuranit dhe të studimit të tij mes nesh, siç na ka përgëzuar Allahu subhanahu wa taala me gjuhën e pejgamberit të tij fisnik, i cili thot në hadithin e saktë: "Men istama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Nuk ka një grup njerëzish që të bëhen në shtëpi për shpjeve të Allahut, që ta recitojnë librin e Allahut dhe ta studiojnë atë mes veti, vetëm se mbi ta zbret qetësia shpirtërore, i mbulon ata mëshira, i rrethojnë ata me lejket me respekt dhe dashuri, dhe i përmend ata Allahu me parin e engjëve të lartë që gjenden tek ai. Pros Allahun që mos na privoj nga këto katër mirësi dhe shpërblimet dhe na japë sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Do të vazhdojmë pra mësimin ton të radhës nga ky libër tepër i dobishëm dhe i begat, pra me titull Jawami'u al-Ad'iyati an-Nabawiyya, pra duat përmbledhse pejgamberike, dhe kemi arritur tek fjala e autorit Sheikh Abdul Razak al-Badr, Allahu e ruajt, i cili thot: "Sharhu hadith ta'awadhu billahi min jahdi al-bala." Pra shpjegimi i hadithit: kërkoni strehim tek Allahu nga jahdi al-bala. Dhe do ta dëgjojmë këtë dua pra të plot. Thot Sheikhu, transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Ta'awadhu billahi min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da." Dhe në transmetimin e Buhariut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Kana yata'awadhu min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da." Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith ka thënë: kërkoni mbrojtje tek Allahu nga, këtu kanë ardhur katër gjëra: mundimi i sprovës, nga rritja e mjerimit ose cekja dhe përfshirja nga mjerimi, nga e keqja e caktimit dhe nga gëzimi i armiqve për fatkeqësinë tuaj. Pra thamë në transmetimin e Buhariut, ka ardhur se profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje nga mundimi i sprovës, arritja e mjerimit, e keqja e caktimit dhe gëzimi i armiqve. Ky është një kërkim mbrojtje i begat dhe madhështor i transmetuar nga i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam. Në të kërkohen mbrojtje, siç e dëgjuam, nga katër gjëra. E para, mundimi i sprovës, që quhet jahdul bala.
është çdo gjë që e godet njeriu me vështirësi dhe me mundim, të cili nuk ka fuqi ta përballojë dhe që nuk mund ta largojë dhe zbrapsi atë. Është transmetuar nga Ibn Abi Dunya, rahimahullah, nga hadithi i Ibn Abbasit se ka thënë: mundimi i sprovës është që të keni nevojë për atë që është në duart e njerëzve. Kjo është pra vuajtje dhe sprovë më vete, pra të bësh nevojtar për atë që kanë njerëzit në duart e tyre. Ndërsa nga Ibn Umar radhiyallahu anhu është transmetuar me hadith me zinxhir të saktë se mundimi i sprovës është numri shumë i fëmijëve dhe pasuria e pakët. Ti e ballau shumë fëmijë, begaton ke fëmijët, por se pasuria është e pakët. Dhe sigurisht që kjo është pra sprovë më vete. Aq më shumë në kohë kur brezat pra fëmijët nuk janë të kënaqur me caktimin Allah subhanahu wa taala dhe shohin atë që kanë njerëzit në duart e tyre, pra i kap ata dëshirat dhe tahmaja, dhe kjo bëhet sprovë për prindin. Thotë që Abdurazaku, dhe kjo është një nga format e mundimit të sprovës, sidomos nëse shoqërohet, thotë, me mungesë durimi dhe me ankesë. Pra i shtojnë çfarë? Bela mbi bela. E dyta, pra kërkimi dy strehim në këtë hadith, pra dëgjojmë që kishte ardhur në formën urdhërore, thotë ta'awwadhu billahi min jahdil bala, edhe deri në fund të hadithit. E dyta është arritja e mjerimit. E darak, thotë shehu, do të thotë arritje dhe kapje nga diçka, ndërsa mjerimi është e kundërta e lumturisë. Është shkatërimi ose ajo që të çon drejt shkatërimit, qoftë në çështjet e kësaj bote apo të botës tjetër. Kërkesa e tretë strehim në këtë hadith është nga e keqja e caktimit, sui el qada. Ajo që Allah ka caktuar dhe ka vendosur për robët e tij që t'i sprovojë si sprovë për ta. Do të thotë Sheikh Abdurazaku, e keqja e asaj që është caktuar, dhe kjo është ajo që e pikëllon njeriu ose e fut në diçka të padëshiruar. Kjo përfshin në mënyrë të përgjithshme çfarë? Ajo që është caktuar si sprovë në vetveten tënde, nefsin tënd, pasurinë, familjen, fëmijët dhe në përfundimin dhe mbylljen e jetës tënde. Dhe e katërta quhet shemetetu el a'da. Pra, kërkosh të tek Allahu nga gëzimi i armiqve. Është ajo që plagos zemrën dhe e prek shpirtin në mënyrën më të rëndë, kur armiku gëzohet për fatkeqësinë që i ndodh atij që e urren dhe armiqson. Ka thënë el-Hafidh Ibn Hajar Allahu mëshiroft, se cila nga këto të treja është e pavarur, sepse çdo gjë e urryer shikohet nga këndvështrimi i fillimit, që është e keqja e caktimit, dhe nga këndvështrimi i përfundimit të saj, që është arritja e mjerimit, sepse mjerimi i botës tjetër është mjerimi i vërtet. Dhe nga këndvështrimi i jetës së kësaj bote, që është vështirësia e sprovës. Ndërsa gëzimi i armiqve ndodh për çdo që ndodh në njëra prej këtyre tre cilësive dhe belave. Ka thënë Ibn Battali, që është një nga komentuesit e mëdhenj të Sahih Bukharit, të hershëm përpara Ibn Hajarit rahmetullahi alejhim, Ibn Battali dhe të tjerë, vështirësia e sprovës është çdo gjë që i ndodh njeriu nga një vështirësi e madhe dhe nga një barrë që nuk ka fuqi ta mbajë dhe nuk mund ta largojë. As e mban dot dhe as i mënjenon dhe largohet dot. Është thënë se qëllimi me vështirësinë e sprovës është pakësia e pasurisë, siç e dëgjuam te fjala e Ibn Omerit, dhe shumësia e fëmijëve, siç është transmetuar nga Ibn Omeri, por e vërteta është se kjo është vetëm një pjesë e vështirësisë së sprovës. Është gjithashtu ajo, pra kjo dhe më vështirësia e sprovës, është ajo për të cilën njeriu do të zgjidhte më mirë vdekjen se sa atë. Kjo ka ardhur në hadithe të tjera nga pejgamberi alayhis salam, thotë do të vijë një kohë, thotë, kur shtohen sprovat dhe trazirat, sa që i gjalli do të kaloj pranë një të vdekuri dhe thotë lejteni kuntu mekanek.
i mirë unë të isha në vendin tënd. Pra ai shumë janë shtuar sprovat në veten e tij, në familjen e tij, në fëmijët e tij, në pasurinë e tij, në fenë e tij, ai sa do të dëshironte i gjallit ishte i vdekur. Pra janë shtuar sprovat edhe trazirat. Allah na ruaj nga kjo kohë, pra mos ta arrijmë këtë kohë. Edhe nëse dëshiron Allahu të sprovoj siç ka ardhur, wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin. Një hadith gjatë dhe të bukur që përshtat Imam Ahmedi. Dhe nëse ti o Allah dëshiron të sprovosh robët e tu, na merr tek ti të pas provuash. Pra domethënë pa devijuar dhe humbur nga feja islame. Ibn Batali tha, arritja e mjerimit mund të jetë në çështjet e kësaj bote dhe në çështjet e botës tjetër. Po ashtu, keqësia ose keqja e caktimit është e përgjithshme për vetveten, pasurinë, familjen, fëmijët, përfundimin dhe kthimin në botën tjetër. Po ashtu ai tha, qëllimi me caktimin, el-qada, këtu është ajo që është caktuar, sepse gjykimi i Allahut është i tëri i mirë dhe nuk ka të keqe në të. Pra njeriu është shef si të keqe. Por sa ajo është sprov, nëse bën durim dhe kërkon shpërblim ke Allahu, kthehet në mirësi. Nëse nuk bën durim, nuk bën sabër, atëherë keqja kthehet tek ti sepse ke mungesë, domethënë, çfarë durimi dhe mbështetje totale tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu tha, gëzimi i armiqve është ajo që e plagos zemrën dhe e prek shpirtin në mënyrën më të rëndë. Dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam kërkoi mbrojtje nga këto për të mësuar ummetin e tij, pa në mënyrë mësimdhënie dhe edukative, sepse Allahu i lartësuar e ka siguruar atë nga të gjitha këto. Dhe këtë e ka pohuar el-Hafidh el-Iyad rahimahullah. Unë them, thot shehu, nuk është e domosdoshme kjo, por është e mundur që ai të ketë kërkuar mbrojtje nga Zoti i tij, që kjo të mos ndodhë me ummetin e tij. Pra nuk ka qenë një dua individuale, vetjake, personale, por që ka bërë dua për ummetin që Allahu ta ruaj nga këto katër pra gjëra të këqija dhe të padëshiruara për nefsin. Pra, thot, ai mund të ketë kërkuar mbrojtje nga Zoti i tij që kjo të mos ndodhë me ummetin e tij. Dhe këtë e mbështet transmetimi i al-Musaddad i përmendur në formën urdhërore. Ka thënë Nawawiu, Allah mëshiroft, gëzimi i armiqve është gëzimi i tyre për një fatkeqësi që i ndodh kundërshtarit. Ai pra Nawawiu tha në këtë hadith ka argument për pëlqyeshmërinë e kërkimit të mbrojtjes nga gjërat e përmendura. Dhe për këtë janë pajtuar dietarët në të gjitha kohrat dhe vendet. Në hadith ka argument gjithashtu se të folurit me rim nuk është i urryer nëse vjen pa qëllim dhe pa sforcim. Ka për qëllim gjatë një hutbeje, gjatë një duaje. Nëse të vinë natyrshëm duaja dhe del me rim në gjuhën arabe, nuk ka qortim. Por nëse ti sforcohesh edhe tepron, atëre këtu është çfarë? Allah nuk do këtë lloj duaje. Kjo quhet të nëftua. Të dalësh nga vetvetja, të shtiresh, të sforcohesh, të qesësh llavë të mëdha që të dalin me rim. Këtë Allahu dhe dëruari i tij nuk e pëlqejnë. Ama nëse të del duaja me rim, pa u sforcuar nga vetvetja, atëre kjo lejohet. Pra thot, nëse vjen pa qëllim dhe pa sforcim, siç ka thënë Ibn al-Jauzi, rahimahullah. Ai Nawawiu thot, në të ka ligjësim të kërkimit të mbrojtjes dhe kjo nuk bie në kundërshtim me faktin se ajo që është para përcaktuar nuk sbrapset. Sepse është e mundur që ajo të jetë nga ajo që është caktuar tashmë, pasi mund të caktohet për njeriu për shembull një sprov dhe të caktohet se nëse ai lutet ajo largohet. Të dyja janë me kadersh. Të dyja janë me kadersh. Edhe e keqja e kaderit që po zbret për të ty, edhe duaja jote. Dhe do përjeme se në shfarë thot, duaja bën dobi për atë që ka zbritur tashmë dhe për atë që nuk ka zbritur ende. Ndaj dhe shtojnë duan në robët Allahut. Bën Allahu sebeb duan tënde, fuqishme, sinqert, kohën e saktuar dhe kohën e pranuar, që me atë çfarë dua largohet e keqja e kaderit. Po të dyja janë me kader, të dyja janë domethënë prej dijes së Allahut subhanahu wa taala dhe ka urtësi në to. Siç e kemi sqaruar në hadithin e saktë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë thot? Mos të ngutet thot askush për ju thot në përgjigjen e duas, sepse Allahu do t'i përgjigjet sipas kuptimit të hadithi, lutjes së lutësit për jush në tre forma. Ose i jep atë çka robi i kërkon atij,
ja përshpejton në dynja, ose i largon një të keqe me masën e duas së tij, ose ja rezervon atë për në ahiret. Pra, çështja është tek ne, tek përtatësia dhe dembelizmi ynë në dua, nuk është tek përgjigjja prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra saktimi përfshin si atë që e shtyn, ashtu dhe atë që shtyhet. Dobia e kërkimit të mbrojtjes dhe lutjes është shfaqja e nevojës së robit ndaj Zotit të tij dhe përlusia e tij ndaj tij subhanahu wa ta'ala. Pra mbaroj fjalën e Allahut, Allahu mëshiroft. Ka thënë Shaukani, Allahu mëshiroft, jahdul bala, vështirësia e provës, thot gërma gjim është me fatha në një prej qiraateve dhe me jahd, pra me fatha sibër, do të thotë çdo gjë që i ndodh njeriut nga një vështirësi e madhe, ndërsa me dhamma juhdul bala është ajo që ai nuk ka fuqi ta mbaj dhe as ka mundësi ta largoj. Pra fjala bela është e zgjatur. Pra ka ardhur jahdul bala me fatha dhe juhdul bala. Të dyja janë të sakta, por ndryshonte pak kuptimi i gjithë secilës prej tyre. Kjo është për veçorive të gjuhës arabe. Profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbrojtje nga vështirësia e provës, sepse përveç mundimit që ajo ka për njeriu, ajo mund të çojë edhe në neglizhencë në disa çështje të fesë. Pra njeriu i sprovuar nuk është si një lloj si njeriu i pasprovuar, se njeriu i sprovuar çfarë mund të neglizhoj namazin me xhamat, mund të neglizhoj çfarë agjërimi qoftë farz apo nafile, mund të neglizhoj namazin e natës, pra mund të neglizhoj urdhresa fesë ose mund bie edhe në ndalesa, se është në sprovë sipër dhe nuk e mban. Sprovën atëherë çfarë dobësohet pra në besim dhe mund të lërë pas dore, pra çfarë urdhresa apo mund bjeri në ndalesa. Prandaj vështirësia e provës është e rëndë dhe kjo është e i besaj, sepse përveç mundimit që ajo ka për njeriu, ajo mund të çojë edhe në neglizhencë të disa çështje të fesë dhe mund të ngushtohet atij gjoksi nga pesha e saj, kështu që nuk bën durim dhe kjo bëhet shkak për rënën e tij në gjuna. Pra ndodh që ka njerëz shumë të paditur, çfarë fillon edhe thot, pse gjithë këto sprova për mua? Shifi jo besimtarë, shifi ata gjunaqarët, ata Allahu i ka begatuar, unë vetëm sprova, nga sprova në sprovë, nga belaja në bela, fillon dhe pastaj mendon keq për Allahun subhanahu wa taala, edhe ndoshta edhe braktis islamin në gjendje të tilla. Ose mund të thot fjalë kufri, fjalë që nxjerrin nga islami. Kështu që Allahu na ruaj nga jahdul bala, nga vështirësia e provës. Fjala e tij sallallahu alaihi wasallam wa daraki ash-shaqa, dhe arritja e mjerimit, e darak të shiku është transmetuar dhe jo me fetha, dhe është transmetuar me sukun, darki ash-shaqa. Me fetha është emër, ndërsa pa fetha është rrënjë. Edhe nuk ndryshon kuptia e qoftë e darak edhe e darki ash-shaqa. Pra janë quhen qiraateni ose lugateni, janë dy dialekte për këtë fjalë. Dhe ajo është ashpërsia e vështirësisë në çështjet e kësaj bote, ngushtimi i jetesës dhe arritja e dëmit të madh në trupin e tij, familjen apo pasurinë e tij. Mund të jetë edhe në aspektin e çështjeve të botës tjetër, përmes pasojave dhe ndëshkimit që i vinë atij si shkak i gjunave dhe gabimeve që ka bërë. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Thot Rasul është shfaqur fesadi, pra shturja në tokë dhe në det, si shkak i asaj çka punojnë njerëzit. Ashtu që ti bëj të shijojnë diçka prej dëmit të gjunave që kanë bërë, dhe ndoshta ata kthehen. Si shkak i gjunave tona çfarë? Ndodhin fatkeqësit që jep Allahu, tërmete, përmbytje, tufane, ose mund ndodhin çfarë? Thatësi, nuk lëshon me qi edhe shi, shkak i gjunave tona. Ashtu që ne të kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala, pra marrim mësim nga këto sprova, nga këto fatkeqësi, dhe të kuptojmë që këto nuk largohen çfarë vetë se me tobe, me istighfar dhe me bindje tek Allahu subhanahu wa taala, me kthim sinqert dhe me pendim tek ai subhanahu wa taala.
Pra mund të jetë edhe në aspektin e çështjeve të botës tjetër përmes pasojave dhe ndëshkimit që i vijnë atij si shkak i gjunave dhe gabimeve që ka bërë. Ndaj profeti sallallahu alajhi wasallam kërkoi mbrojtje nga kjo, sepse ajo është fundi i sprovës dhe kulmi i fatkeqësisë. Dhe mund të ndodhë që ai që sprovohet nga Allahu të mos duroj, duke bashkuar kështu mundimin në këtë botë dhe ndëshkimin në botën tjetër. Si shembulli i atij personit që pejgamberi selam çfarë tha? Pra atë personi që ishte trim edhe i guximshëm dhe ishte u fut në betejë dhe e lufton të armikun dhe vriste majtas dhe djathas edhe para dhe mrapa i dhujtar. Mori ai shumë plag, pejgamberi selam tha ky është zjarr. U habitën sahabët. Një person kaq trim dhe kaq pa tremur dhe kaq i paepër dhe kaq i dobishëm për Islamin, kaq i fuqishëm, thjet në zjarr, një prej sahabëve tha do ta ndjek këtë person. Se pejgamberi selam nuk flet nga vetja e tij. Dhe ndoqi nga plagët e mara, u rëndua gjendja, nuk duroi dot dhimbjen e plagëve, e vendosi shpatën në tokë dhe rambi të me kraror dhe i doli shpata pra nga shpina. Edhe vjen ky sahabi dhe lajmëron pejgamberin selam i thotë, kështu ndodhi me atë që ti e përgjigjove me zjarr. Por nuk i duroi dot dhe shfaru vetë vra, Zot na ruaj. Fjala e tij dhe e keqja e caktimit është ajo që e dëmton dhe pikëllon njeriu nga caktimet që janë përcaktuar për të. Dhe kjo është më e përgjithshme se sa të jetë vetëm në fenë e tij, apo në jetën e kësaj bote, apo në vetveten e tij, familjen apo pasurinë e tij. Në kërkimin e mbrojtjes prej saj, pra su'il qada, ka treguar se kjo nuk bie në kundërshtim me kënaqësinë ndaj caktimit. Ar-rida bil qada wa dua Allah min an yu'idhaka min su'il qada, pra ti je i kënaqur me caktimin e Allahut, është diçka dhe ti bësh dua që Allah të të ruaj nga e keqja e caktimit, pra këto nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Sepse kërkimi i mbrojtjes nga e keqja e caktimit pra e qadas është pjesë e caktimit dhe kaderit Allahut. Kur dikush nga selefët ishte jabanxhi në një vend ku ra, domethënë një bela, edhe ky tha unë po largohem, po kthem ke njerëzit e mi, tha dikush, po i largohesh ta caktimit të Allahut? Tha jo, tha, po largohem nga caktimi i Allahut, por kjo caktimi i Allahut. Po se unë nuk jam banor i këtij vendi, jo po shkoj që të kam vdekje me familjen time. Pra kështu i tha, atafirru min qadarillah, qala afirru min qadarillah ila qadarillah, nuk i më janor dot kaderit Allahut dhe qadasit i. Tha po largohem, po vrapoj, tha nga kaderi Allahut dhe për tek kaderi Allahut, kështu që nuk i shkon dot kaderit Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ai e ka lejsuar atë për robët e tij pra duan, që t'i kërkojmë Allahu çfarë? Na ruaj, na mbroj nga e keqja e kaderit. Në këtë kontekst është ajo që ka ardhur në duan e kunutit të vitrit, si lutem besimtarët thonë, wa qini sharra ma qadait. Pra dhe më ruaj nga e keqja e saj që ke caktuar për mua. Përfundimi është se në sunetin e saktë ka ardhur sqarimi se caktimi, pra qadaja, në raport me robërit ndahet në dy pjesë, i mirë dhe i keq. Atyre u është ligjësuar lutja për të mbrojtur nga e keqja e tij dhe kërkimi i mbrojtjes prej saj. Dhe kjo nuk bie në kundërshtim me atë që ka ardhur prej tij në sqarimin e kuptimit të imanit, për nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur u pyet, pra akhbirni anil iman, i tha Xhibril alayhis salam, atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përgjigj të besosh në Allahun, engjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, kaderin, të mirën dhe të keqen e tij, ose në transmetim çfarë, të ëmblin dhe të hidhurin e tij. Siç është vërtetuar kjo në dy sahihet dhe në rrugë të tjera transmetimi. Sepse njeriu është besimtar në atë që ka caktuar Allahu i madhruar, qoftë e mirë apo e keqe, duke kërkuar njëkohësisht mbrojtje nga e keqja e caktimit dhe duke vepruar sipas të rësisë së argumenteve. Pra nuk merren disa ajete dhe disa hadithe dhe thua s'po lutem sepse jam i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu. Është si të përballesh me një kafshë të egër, thua unë s'po lëviz se po e ka caktuar Allahu, ajo do më hajë. Jo, Allahu ka thënë o ik me vrap, ose merr një armë dhe bjeri, ose strehohet diku. Nuk të ka thënë rri që të haj ujku, apo rri të haj të piskoj gjarpri. Shkoj i gjarpri se nuk do të piskoj pa lejen Allahut. Jo, do t'i bësh sebevet.
ose idhun det edhe nëse nuk dinot, se Allah do të ruaj, nëse se ka caktuar që do të mbytesh, nuk do mbytesh. Nuk është kjo. Pra merre thot të gjitha argumentet dhe bën edhe sebebet për të ruajtur pra në keqja e kaderit. Pra hadithi i imanit thot shehu, i besimit në kader, ashtu siç tregon se ai është pjesë e besimit në përgjithësi, tregon gjithashtu se caktimi ndahet në të mirë dhe të keq, si tha në kaderin të mirë dhe të keqin e tij. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam sqaroi me veprimin e tij, duke kërkuar mbrojtje nga e keqja e caktimit, se kjo është e lejuar dhe e ligjëruar për robërit e Allahut. Madje është sunet i saktë dhe rrugë e drejtë. Dhe fjala e tij e fundit pra është wa shamatatil a'da, dhe nga gëzimi i armiqve. Gëzimi është gëzimi i armiqve për ato që i ndodh njeriu nga gjërat e padëshiruara dhe sprovat që e godasin. Në librat e saktë thuhet gëzimi shematatul a'da është gëzimi për fatkeqësinë e armikut. Pra, jep shehu i sjarim gjuhësor thot, shemeta bihi u gëzua me të, jeshmet u gëzohet shemeteten, gëzim, dhe thuhet, filani e kaloi natën me një natë të gëzueshme. Do me thonë, një natë që i gëzon ata që dëshirojnë t'i bjerë fatkeqësi. Kurse në fjalorin e gjuhës arabe thuhet shemeta u gëzua si fariha jefrahu. Shemeteten, pra jep shehu disa sqarime për këtë fjalë, u gëzua për fatkeqësinë e armikut. Ndërsa në librin An-Nihaya, An-Nihaya, nuk është An-Nihaya, gëzimi i armiqve është gëzimi i armikut për një fatkeqësi që i ndodh atij që e armiqson ata. Pra kërkimi i mbrojtjes nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gëzimin e armiqve për fatkeqësinë vjen për shkak të rëndësisë së madhe që ka kjo gjë dhe ndikimit të saj të fortë në shpirtin e njeriut. Pra, ty të ka ra një fatkeqësi, por se gëzimi i armikut në fatkeqësinë tënde, kjo është fatkeqësi me vetë, është e rëndë, është e hidhur për shpirtin dhe për zemrën e njeriut. Ndaj tina fatkeqësi duke bërë durim, por fakti që gëzohet armiku për fatkeqësinë tënde, çfarë? Kjo të pikëllon më tepër. Ndaj bëj dua Allah, në fatkeqësi që më ka rënë, bëj që mos gëzohet armiku me fatkeqësinë time. La ilaha illallah. Kjo mund të çojë në shtimin e armiqësisë deri në atë pikë sa që të bëhet e lejueshme ajo që Allahu i madhruar e ka ndaluar. Pra kur ti shef që armiku yt po gëzohet, çfarë ti mund t'ia kthesh atij me zullum ose me diçka të ndaluar, që ka ndaluar Allahu dhe dërguari i tij. E mallkon, e fyen, i bën padresi, e tjera. Ai thjesht u gëzoi me fatkeqësinë tënde. Ti lutu edhe thuaj Allah më ruaj nga gëzimi i armikut në fatkeqësinë time. Por jo, çfarë? Ta të kalosh ti dhe të bësh ti domethënë i padrejtë, ti kalosh kufirin e të lejuarës nga Allahu subhanahu wa taala dhe dërguari i tij. Pra gjunahet janë ndërshkaqjet më të forta që sjellin vështirësi të mëdha, fatkeqësi që sjellin të keqen e caktimit dhe gëzimin e armiqve. Pra na kthehet çfarë? Jemi ne sebeb nëse na ndodhin këto katër gjëra. Ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja Allahu mëshiroft, po të mos ishin pengesat dhe fatkeqësit, që sa të bukur ato fjalë janë, to duhen mbajtur mend ose duhen shkruar, duhen të kemi atë në tabel. Ke shtëpia për vetë, për gratë, për fëmijët. Thotë po të mos ishin pengesat dhe fatkeqësit, rruga për në xhenet do të ishte e mbushur me udhëtar. Sikur të donte Allahu do t'i largonte ato, por Allahu bën çfarë të dojë. Koha, siç është thënë, është si shpata. Nëse nuk e pret atë, ajo të pret ty. Nëse ecja është e dobët, ambicia është e dobët, njohja e rrugës, pra për xhenet është e dobët, dhe pengesat e jashtme dhe të brendshme janë shumë të forta, atëherë kjo sjell vështirësi të mëdha, fatkeqësi, gjykim të keq dhe gëzimin e armiqve. Përveç nëse Allahu e përfshin robën me mëshirën e tij, e merr përdore dhe shpëton nga duart e këtyre katër pengesave. Dhe Allahu është dhënësi i suksesit. Pra Allahu waliu tawfiq. Pra fjalë të bukura këto nga Ibn Qayyim rahimahullah. Shpesh të shehu pyesin ata që janë të lidhur nga gjunahet, të shqetësuar nga gabimet dhe të penguar nga gjunahet e tyre në ndjekjen e rrugës së adhurimit dhe të bindjes ndaj Allahut të madhruar, për shkaqe që i ndihmojnë të shpejnë nga gjunahet dhe të shlirohen prej tyre, që të ruhen nga pasojat e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër.
Po ashtu edhe ata që përballen me nxitjet e nefsit, të vetvetes për të bërë gjunahe, për shkak të tundimeve të shumta dhe lloj-llojshmërisë të dëshirave. Të shiku ndoshta do të përmend disa prej gjërave, shkaqeve që e ndihmojnë robin besimtar të shpëtojë nga gjunahet dhe të lirohet prej tyre. Së pari thotë ndër ndihmat më të mëdha për të shliruar nga gjunahet është turpi ndaj Allahut të lartësuar. Për të turpërosh Allahun subhanahu wa taala. Kur robi e di se Allahu e sheh dhe është i vetëdijshëm për të, se ai është gjithmonë në dëgjimin dhe shikimin e Allahut, dhe se Allahut nuk i fshihet asgjë, pra çfarë themi në ditën e xumë, inna Allaha kana aleikum raqiba. Allahu është kurdoher mbi qyrës mbi ju. Po dëgjon, shikon çdo gjë, çdo lëvizje tuaj. Dhe se Allahu nuk i fshihet asgjë, atëherë ai, pra robi turpërohet nga Allahu që ta shoh aty ku ai e ka ndaluar dhe të mos e shoh aty ku ai e ka urdhëruar. Po ashtu nga ndihmuesit në shlirimin nga gjunahet është dashuria ndaj Allahut të madhëruar, e cila duhet të mbush zemrat, sepse kjo dashuri është ndër pengesat më të mëdha dhe më të forta ndaj gjunaheve, nga se ai që e do dikë i bindet atij që do. Po ashtu nga ndihmuesit është edhe frika ndaj Allahut të madhëruar. Kjo frikë lëviz në zemër kur njeriu ka dituri. Pra shive, frika nuk mund të thotë dikush unë kam frikë Allahun. Nëse ti nuk e njeh Allahun, nuk e njeh fen Allahun, nuk e njeh urdhresat, nuk e njeh ndalesat dhe nuk vepron me to, ti nuk mund të thuash që ke frikë Allahun. Kjo frikë lëviz në zemër kur njeriu ka dituri dhe njohuri për Allahun dhe madhështinë e tij, esma u sifat, për ashpërsinë e dëshkimit të tij, premtimin dhe kërcënimin e tij, si dhe për vendin e shpërblimit dhe çfarë është përgatitur në të nga llojet e dënimeve. Prandaj Allahu i lartësuar ka folur në Kur'anin Fesnik, shumë ka folur për xhenetin dhe mirësitë dhe begatitë e tij me detaje, por ka folur edhe për zjarrin me përshkrime të frikshme, të lahtashme, ashtu që druhet ai gjunaqari. Se ndryshe vetëm do shpresonin nga mëshira e tij dhe nuk do të kishin frikë nga ndëshkimi dhe nga drejtësia e tij subhanahu wa taala, nga akmarrja e tij për gjunaqarët. Nga çështja që ndihmoi robin për të shpëtuar nga gjunahet është njohja e begative të Allahut të lartësuar, sepse begatitë e Allahut vazhdojnë mbi robin në çdo kohë dhe nuk ka hije një rob i besimtar që mbi të derdhen begatitë e Allahut të paraqitet atyre me gjunahe që e zemrojnë dhuruesin, i largojnë begatitë dhe i sjellin atij mundim, fatkeqësi, dëmin e gjykimit dhe gëzimin e armiqve. Nga gjërat ndihmuese për shpëtimin nga gjunahet është edhe të menduarit dhe të medituarit mbi pasojat e tyre të këqija, përfundimet e dhimbshme dhe dëmet e ndryshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra merr mësim nga gjunaqarët edhe sprovat që ata kanë kaluar se kanë përmbyllur jetën, qofshin ata idhujtar, jo besimtar, hipokrit apo tiran, apo edhe gjunaqar me gjunahe të mëdha. Fundin e të dërguarve, fundin e imoralve, fundin e atyre që han kamak, fundin e bigjosqinjve, atyre që merren me bigjos, fundin e të padrejtëve, atyre që han hakun e njerëzve, përgojuesve, me radhë, Allah na rujt. Nga ndihmuesit për shpëtimin nga gjunahet është fisnikëria e shpirtit, pastërtia dhe lartësia e tij, sepse nuk i takon një njeriu me shpirt fisnik ta ndot dhe ta poshtrojë atë me gjunahe edhe me shkelje. Ka thënë dikush për selefëve, mos shiko vogëlsinë e gjunahut, sa i më të gjunahut, shif madhështinë e atij që po i shkel urdhrin. Dhe ka thënë dikush prapë nga selefët, besimtari e shef gjunahun si një mal që po e zën nën vete, kurse hipokriti e shef gjunahun si mizë e vogël që i kalon para undës dhe ai e largon me dorë. Shive dallimin midis atij që e njeh Allahun, shpirti fisnik, dhe hipokritit, shpirti keq, shpirti përmbysur. Thotë shehu, thotë i lartësuari, bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman. Sa emri keq është mosbindja pas besimit. Pasi që ke qenë mu'min, të bësh fasik. Pra ai që del nga bindja dhe nështrimi ka shi Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah na rujt. Nga gjërat që ndihmojnë në shpëtimin nga gjunahet është shkurtimi i shpresës. Dhe që robi të kujtoj se qëndrimi në këtë botë nuk zgjat, sepse ahireti po afrohet dhe kjo botë po largohet. Çdo ditë që kalon nga jeta jote, ty të afron me ahiretin dhe të largon me dynjan, çdo ditë.
Asgjë nuk i sjell më shumë dobi robit se sa shkurtimi i shpresës. Pra shpresa e shkurtër se nuk do të jetojë gjatë. Dhe asgjë nuk i bën më shumë dobi, më shumë dëm atij se sa zvarritja dhe shpresa e gjatë. I thua hajde të falësh, nesër, hajde të pendohesh, nesër, ka kohë. Ku e ti do arrije nesër mja? E nesër mja për ty mos arri kur. La ilaha illallah. Nga gjërat po ashtu që ndihmojnë robin të shpëtojë nga gjunahet është shmangja e teprimit. Gjithë duke se kemi pjesë tu. Teprimi në ushqim, pije, veshje dhe gjëra të tjera. Teprimi në fjalë, teprimi në shaka. La ilaha illallah. Sepse gjërat e tepërta sëmurin zemrën dhe pengojnë arritjen e robit për tek e mira. Po ashtu prej gjërave që ndihmojnë gjithashtu për të shpëtuar dhe për të shliruar nga gjunahet është ripërtoritja e imanit. Se kur imani është i freskët dhe i gjallë dhe i lartë, çfarë është i puna të termometrit që është i pa konsumuar edhe ta matë mirë temperaturën. Pra kur bi gjuna hap, të kujdes. Kurse kur imani vjetërohet dhe dobësohet çfarë? Robi nuk e kupton kur bie në gjunahe. Dhe nuk e kupton që është duke lënë mangët urdhëresat Allahu subhanahu wa taala. Sepse imani ka nevojë të rinovohet, të ripërsëritet. Në hadithin e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuhet: "Inal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Me të vërtetë imani vjetërohet ose konsumohet në kraharorin e çdo kujt prej jush, ashtu siç konsumohet rroba. Prandaj kërkoni nga Allahu që ta ripërtëri imanin në zemrat tuaja. Kur imani ripërtoritet në zemër, ai largon shpirtin nga lidhja me gjunahet dhe nga prirja ndaj mëkateve dhe nxit drejt asaj që afron tek Allahu dhe afron me mëshirën e tij plotfuqishmin edhe të lartësuarin. Dhe së bashku me këto shkaqe dhe përpjekjen për të zbatuar ato, është domosdoshme të kërkohet ndihmë nga Allahu, të kërkohet mbështetje prej tij, të jesh i sinqert në lutje, ta përmirësosh përuljen ndaj tij dhe të shtosh këmbguljen në lutje, që ai do të mbrojë, të udhëzojë, të përmirësojë dhe ta pastrojë njeriu, sepse suksesi është vetëm në dorën e Allahut, i vetëm pa ortak dhe nuk ka zot tjetër përveç tij. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pra me kaq e mbyllim mësimin. Pastaj të lutem Allahun ta bëjë atë dobishëm për ne dhe për juve, ta bëjë atë sinqert për shpirtin e tij dhe ta ngrejë me të në grada dhe ta bëjë dobishëm ditën kur nuk bën dobi as fëmia dhe as pasuria, posa atij që kthehet tek Allahu me zemër të ruajtur. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.